Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori që vjen nga një fshat i Pogradecit. Një 25 vjeçare do ndodhet pas pak me mua në studio. Ajo quhet Eriselda Bako, dashur miq, është nëna e 2 fëmijëve dhe fatkeqësisht të 2 fëmijët i ka sjell nga 2 martesa që kanë dështuar për 25 vjeçaren. Nuk ka ardhur në këtë studio vetëm të rrëfejë jetën e saj, por për të bërë një denoncim, një problem që ajo po përballet kohët e fundit. Por kush është historia e Eriseldës? Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për këtë 25 vjeçare dhe rikthehemi në studio. Një grua e dhunuar me 2 martesa të dështuara, është kjo historia që do të trajtojmë pas ditën e sotme në emisionin Pa Gjurmë. Eriselda Bako ishte një 14 vjeçare asë kohe, kur familja e martoi pa dëshirën e saj ndërsa edhe i ndërpren shkollën. Në jetë erdhi një vajzë, por kryefamiljari shpesh ushtronte dhunë mbi Eriseldën për shkak se ishte përdoruesi i alkoolit. Pas 5 vitesh martesë, Eriselda zbuloi tradhtinë të shoqit pasi e dashura e tij u paraqit në shtëpinë e tyre. Në këtë moment ajo vendosi të ndajë fizikisht dhe të largohej tek shtëpia e prindërve të saj, duke i dhënë fund kështu martesës. Për shkak të kushteve ekonomike, vajzën e la me të atin, por komunikimet i ka të rregullta. Pas pak kohësh, nëpërmjet rrjeteve sociale, Eriselda ende pa bërë divorcin. U njoh me një djalë dhe brenda ditës ai u largua nga shtëpia për të nisur bashkëtesë me atë. Por sërish fati i martesës së parë do ta ndiqte edhe në lidhjen e dytë të kësaj 25 vjeçareje. Edhe partneri i dytë, njësoj si i pari, ishte i alkoolizuar dhe ushtronte dhunë ndaj saj. Eriselda mbeti shtatzëm, por familja e djalit mohonin atësinë dhe kështu lindën konfliktet. Në momentin që Eriselda solli në jetë djalin, të dy u braktisën nga partneri i dytë në ambientet e spitalit. Sot Eriselda me djalin jetojnë tek prindrit e saj, ndërsa ajo kërkon të regjistrojë këtë të fundit pasi edhe pas një viti ai rezulton i paregjistruar. Gjithashtu, dëshira e saj është të bashkojë 2 fëmijët. Një 25 vjeçaria Eriselda Bako ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë e përshëndes. E dashur Eriselda, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Mirë se gjitha. Ndodhesh sot me mua në studio e dëgjuam edhe historinë, problemin madhor që ke me djalin. Po. Fëmijën e dytë që e ke pa regjistruar. E kam pa regjistruar. Por pse? Sepse para 7 muaj shumë s'kisha bërë divorcin. Tani që e bra divorcin, vajta pyeta për ta regjistruar, më thanë të bie me borin e parë. Nuk e thënë dot asgjë kundi. Tani kërkoj vetëm të regjistroj djalin, se më bën gati 2 vjet, është i pa regjistruar akoma. Më lejon të pyes ditën e Po. sotme? Po. Vjeni 25 vjeç, Po. ende e re jeni, edhe pse jeni bërë nëna e 2 fëmijëve. Ke një vajzë nga martesa e parë dhe një djalë nga bashkëtesa e dytë. Po. Sa vjeç keni qenë kur jeni martuar për herë të parë? 14 vjeç e gjys. 14 vjeç e gjys? Po. Në çfarë klase i bie? Klas 9. Në klasën e 9, Po. familja të martoi? Po. Ka qenë një martesë me blesëri apo me dashuri nga ana juaj? Me blesëri. Mund të ma tregosh? Po, i vajta një të motra e madhe, se është martore me në të njëjtin vend, ishin çunallat që ndaje. Krushile të themi. Po? Unë kisha marrë çunin e Allës, motra ka marrë çunin e Dajës. Me borin e parë, unë njofëm, gati as një muaj, sa mbarova shkollën, vajta tek burri. Sa mbarove klasën e 9? Po, sa mbarova klasën 9 tika. Po, familja ishte dakord për këtë martesë kaq Po, të ishin. hershme? Ishin. E kanë si zakona nga fshati për të që i martojnë gocat në atë moshë. Kjo është një fatkeqësi, një 14 vjeçare të lërë shkollën për gjysmë. Ju nuk e keni vazhduar gjimnazin? Jo, nuk e kam vazhduar. Ke mbaruar klasën e 9 dhe menjëherë Po. ke shkuar Po. tek shtëpia e burrit. Po, tek shtëpia e burrit. Ai jetonte ku në atë kohë? Ai jetonte në fshatat e Korçës, po punonte në Kazakistan, në për fshatet ende nga qytetet e tjera. Nga Pogradeci ti shkove nuse në një fshat të Korçës. Çfarë ndodhi me martesën tënde të parë? Vajta atje, Si të pritën? mirë, bukur më pritën, pasaj, pas sa kosh, kap një telefonin, shikonja që vinin mesazhe nga dikush tjetër,
E ka pa disa herë, më tha nuk do e bëj më, thjesht më falë, kërkon të falje, i tregova atje mëse t'jatit, të njëjtin gjë i tha dhe atje mëse t'jatit, po nuk po ndryshon të akoma, fillon të vazhdon të akoma më keq. Kishte edhe konflikte, kishte edhe debate, kishte edhe goditje. Gjithsesi nuk ka problem. Jo, problem ka e dashur Eriselda, sepse ti ditën e sotme po tregon që jo vetëm se je tradhtuar nga burri juaj i parë, por ai dhe të ka goditur dhe situata bëhet më e rëndë nëse ka pasur dhunë në familjen tënde. Tani s'kan shpese, tash e mbarova punë me të se kanë problemet, thjesht e kam me këtë për djalët. E qartë, e kuptoj, por në momentin që ai të tradhtoi dhe ti kërkove ndihmë tek nëna dhe babai i tij. Po, më thanë thjesht duro, tha se do ndryshoj, është diçka që do kaloj, ka pas më përpara. E durova gati 5 vjet, sa rriti u bë e madhja. Kur themi u bë e madhja, çfarë ndodhi? Po. Vaj ishte si vdiq vjera, isha vetëm unë, i jati dhe i biri, edhe goca në shtëpia. Nishi vajti tek kushëri djali xhaxhait të vetë, atje më tha mbaro punë të shpisa, qa ketha dhe do visha ndaj, tha se do theri një derë. Mirë, tha shumë vijun. Mbaro punë të shpia vajta atje. Atje merë në telefon personi që e kapa. E dashura e burrit, le të themi. Po, dashnori. E kapa atje, tha, kuja zemë kur do të takohemi? Kjo, thashun, po nuk është këtu për moment personi, thash, po jam unë. Si, ti kape telefonin e burrit dhe lexove mesazhin që ajo e mori në telefon. E mori në telefon? E mori në telefon. Dhe ti u përgjigje? Për momentin do të shem banjë. Telefonin e kishte goca në dorë se ky se dinte se do i binte ajo. E kapa unë, se më tha goca mami, tha po i bien babit në telefon, tha dhe na, e mora unë, alo kush je? Ku je zemë kur do të takohemi? Thash nuk është për momentin këtu personi, kur të vi do t'i them unë. I thash ati si doli nga banja. Është e rëndë të përgjigjesh në telefon të dashur së burrit dhe ti thuar që... Se dinja se ishte gjithashtu pastaj, i doli ai nga banja, i thash kështu, ty s'ka të duhet, tha si e gruaja ime as me letra, as me gjë, tha s'ka të duhet se qa bëjën me jetën time, tha. Si nuk ishe gruaja ti? Ti ishe gruaja ti? Po, unë e ti isha me letra, me të tëra, po ja thoshte nga e pira, që kishte pirë. Se ka qenë dhe përdoruesi i alkoolit? Po, pinte edhe alkool. Pastaj aty gjatë rrugës më thoshte ma, jo do marrë pashaportën, do atëri me qupë nga tash i dhe në orën 12 natës, andaj këte, vajtin e kasolla, nuk e di se qa po bënd të kështë marrë salitar ka pedengu. E më tha ma doa pashaportën. Pashaportën në nuk ta bëjtët gati, thash, po qupën ta japë të rishtash. Po pashaportën merja babajt vedet, thash, unë një ma mos më gatron këtë gjera, se i kini vetash. Aty pastaj vem për në shtëpi, aty njës konflikti më keq. Veme brenda të shpia, thot i ati, qarë ka, thash, unë pitë të birë, thash, se unë s'kam qa t'i bëjmë, thash, me ma nuk ka qa bën maj. Mori prindit e mi në telefoni, thot që ajde mere një qupëntoj se e kam paketuar. Nuk e dua me, e kam paketuar, jo ande për këte. Unë në vend të një tek dhoma ku përinja, yra tek guzhina, aty më doli thika për para, kam bërë vetë vrasje. Si? Më doli thika për para dhe kam gullur thikën vetës. Dashur Eriselda, Po. të lutem, ndalemi pak. Po. Gjatë gjithë kohës që po rrëfen jetën tënde, në asnjë moment nuk po më shikoje në sy dhe mundoheshe me duar të prekje pjesë të trupit sepse ishe në siklet për këtë që po rrëfeje dhe e kuptova. Por arrite në një moment që është shumë i rëndë. Akti, veprimi, mendimi i asaj kohe që ti jo vetëm e ke menduar, por e ke kryer mbi trupin tënd, por për çfarë e dashur? Për një burr që po të tradhtonte? Nuk desha të linja gocë në rrugës. Mendova letrin të ati. Por ti do ta lije vajzën rrugë, në mes të rrugës, do ta lije vajzën tënde nëse do ndodhte diçka e keqe me jetën tënde. Nuk e mendova fare më vonë pastaj. Si pas që erdhi goca të koka ime, po rrinte ati dhe i thashtë ati, në që se vdes mami, vdes për fahin të atë. Po ajo nuk ka për të vdekur, dora i thashtë. Vetvrasja ka ndodhur në orën 1, në orën 7 e gjysmë të darkës kanë vajtur në spitalin e Korçës.
I thot doktori, për çfarë ke sjell zonjën këtu, e kam sjell, thot se është qarë me gotët. I thot doktori, po nuk më duket si gotë. Jo, thashun, ose besoni, thash se pa i po ju gënjen. Jam bërë, thash, e kam bërë vetë me dorë, ti me thash, me thikë. Tha, për çfarë arsye, thashun se e kapa telefonin, thash, duke folë me një tjetër, thash, kisha dhe fotot, e kisha të gjitha. Edhe thashun, dërsa arritëm në këtë pikë, thashun, unë nuk e dua me. Edhe i pata thënë mosaj, thash, me mua gjerë të spitali, thash, më mirë tik me kushirën tuaj, thash, se sa të vishti. Jo, thash, më denoncon policiti mua. Thash, mos, thash, se po erdi policia, unë do t'ja tregoj të vërtetën. Erdi në makinët, erdi policia, ja tregova të tëra të gjitha, më tha, ma e mban më në takoj ke lënë thikën. Po, thash, e mbaj më në shumë, i shko të guzhina, ke mbi lava matë. Ati ku e kësha lënë unë, e kësha gjithë dhe policia. Falë Zotit, ti sot jeni jetë dhe jam e sigur që në mendin tënde nuk shkon më ai mendim. Tani jo më. Sepse ke mbledhur forcat, dhimbjen, vuajtje që ke kaluar në martesën e parë, i ke kthyer në forcë për të ecur përpara, dhe pse jeta të ka përplasur sërish me të tjera vështirësi dhe jeta është e vështirë. E dashur Eriselda, nuk dua të flas për atë moment, është shumë e rëndë. Nuk është hera e parë që dëgjoj një grua, dëgjoj një nën që më tregon episode dhe ngjarje kaq të dhimbshme dhe të trishta nga jeta që ka kaluar, dhe nuk dua ta kujtoj më atë moment. Në momentin që ti dole nga spitali, besoj u ndave me burrin. Po, i ka fare që nga shtëpia burrit i ka tek prindrit. Prindrit e hapën derën dhe të pritën. Po, ma pritën. Ndërkohë ish burri i parë Ishte në burg. Ndodhshe në burg për moment. U dënua? U dënua me 6 muaj gjysmë në burg. Për shkak të dhunës që kishte ushtruar ndaj teje, ai kreu 6 muaj gjysmë burg. Ti me vajzën u riktheve tek prindrit e tu. Si vazhdoi jeta juaj me vajzën tek nëna dhe babai? E mbajta derisa doli nga burgu burri, pastaj më pas e mbajta dhe se kisha një ditëlindje të nipit të vogël. E mbajta deri atë ditë, pastaj më tha, do ma lësh çupën, tha me që dola nga burgu, tha, do ma lësh, tha, ta mbaj unë ca ditë. Mirë, thash, merë e mbajti ca ditë. Pastaj, thash, unë me mira, thash, do ndajemi. A i zonte të ndashe, thash, unë... Pse, kur doli nga burgu, a i të kërkoj të riktheshe sërisht dhe të vazhdonit martesën bashk? Jo, thash, nuk dua ma, thash, unë se ti nuk ndryshon si persone, nuk desha, nuk vajta ma. Pastaj, mirë, tha me që ti s'do, tha, ti e di, tha, nisëm letrat e divorcit. Por vajzën, kur doli nga burgu t'ja dhe babajt, çfarë ndodhi më pas? E more vajzën? E mora prap, pastaj tash si përfundim nuk e kam marrë më, kam po bëj 2 vite. Por pse vajzën vendose ta mbaj babaj dhe jo ti? Sepse unë në kushtet ku jam në prindrit nuk i kam të gjitha kushtet. Shtëpia që ka babi nuk është në emër të babit, është në emër të dajës së babit. Vetëm 2 dhoma kanë rregulluar tani prindrit e mi. Po të pësh në katë të dytë, atje që nga katë i dytë ra nipi para sa kohësh, edhe kam frikë se mos mbinte edhe goca. Pra, kushtet të cilat ti ndodheshe në atë kohë tek shtëpia e prindërve të tu, nuk ishin të mira dhe ti vendose që vajzën ta lihet e babaj. Ndërkohë, sa vjeç është vajza sot? 8 vjeç. 8 vjeç, është shumë e vogël. Sa vjeç ka qenë kur u nda prej teje? 7 vjeç e gjys. 7 vjeç e gjys. Pra i bie përpara 1 viti e gjys, afërsisht. Por me vajzën ke komunikim, ta lejon të flasësh? Po, flas. Pra nuk ta pengon babai vajzën? Jo, nuk e pengon, jo. Vajza të kërkon? Vajza kërkon. Po për të ardhur të shtëpia, ty të unë thot nuk vi dot, thot se kam shkollën, e nuk vindet. Për ta takuar thot e jam takon në Korçë ose në Pogradecët, po për të ardhur ende nga ty nuk vi dot, thot se ti si ke as kushte të më mbash. Dhe mua vjen keq që je ndarë nga vajza. Por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde e dashur Eriselda? Ti e vetme ngele tek prindrit? Po. Një a dikë tjetër nëpërmjet telefonit. Ditën e parë folëm, ditën e dytë u takuam, më mori tek shtëpia e tija, e pyeta para se të më merrte. Si, ndalemi pak. Pas ndarjes me vajzën që e çove te babai, padyshim ti je e re dhe do ta vazhdosh jetën. Nuk të paragjykoj për këtë pjesë. Ti njohe një djalë nëpërmjet rrjeteve sociale? Po, nëpërmjet TikTokut. Nëpërmjet TikTokut. Që është babai i djalit tënd tashmë, se ke sjellë në jetë një fëmijë. Por si, e njohe sot dhe ditën tjetër e takove? Po. Nga ishte ky person? Nga Strava i Librazhit.
A i erdhin po Gradec të kju dhe ju takoj? Po, erdhin po Gradec, në takovi. E i tha, ma i ke treguar familje, si kam treguar, tha. Shumë mirë, dhe më patë thënë mami. Brënda një natë komunikimi sa do të kesh folur ti, ti dole një takim dhe shkove direkt po atë ditë në shtëpinë e ti? Po, atë ditë më mori. Mos ishte një veprim i nxituar nga ana jote? Nxitimi im ishte i gjithë. Po nëna dhe babaj, çfarë të thanë kur ti vendose që të ikje te shtëpia e këtij djali? Mami me babin më kanë thënë, mos u nxito se nuk e një akoma se kush është personi. Nuk ka problem tash se ne duhemi, thash dhe, ndoshta ndo e gjejmë kuptimin e njëri tjetrit. Po pse ti brenda 24 orëve re në dashuri? Jo se është në dashuri. Po tashi, ma mbushi mendjen ditën e tjetër ai. Çfarë të premtoi që të mbushi mendjen me një Do person që... vazhdojmë jetën bashkë, tha mos e vra mendjen, tha, do t'i kalojmë të gjitha bashkë. Ai kishte treguar ti që kishe një martesë të dështuar dhe ishe nëna e një vajze? Po, i kisha treguar, të gjitha ja kisha treguar. E pyeta nëse ju kishe tregu prindërve, ju kam treguar, tha. Kur vetë të shtëpia e tija pastaj. Po, si të priti familje ti? Në fillim mirë, pastaj më mbrapa filluan konfliktet. Me ka? Me vjerën, prap me bore, me të gjithë të Por pse lindën konflikte? Domethënë çfarë ndodhi që ndodhen këto konflikte tek shtëpia e partnerit të dytë? dytë? Kur vajta unë ditën tjetër i tha që kjo është e martuar, kishe qenë e martuar, ka dhe fëmijë, ti nuk kishe pse meri e tha grua të martuar dhe me fëmijë, tha kishe beqare, tha kishe sa të donjë, kishe tha goxha, tha pse vajte marrë këtë të këtillën ande? Tha Vjera. Po. Dhe kështu lindën konfliktet? Konfliktet pasaj vazhduan, derisa morën vesh isha shtazane. Jo, tha, nuk e ka me ty, tha, biri mamas, tha, e ka me një tjetër, tha, se ta ka sjellë që nga e jema. Thash, unë qofë se si një ka shtë sigur, thash, mund t'i bani adënën e fëmis, thash, e do të kujtë dali, thash. Qofë se deli juaj, do t'a gjini juve pastaj. Pas sa muajve mbete shtatzën momenti që vajti të shtëpia e partnerit të dytë? Pas një muaj. Pas një muaj ti mbete shtatzën. E qartë, dhe përpara se ta dije që kishe ngelu shtatzën me djalin, konfliktet kishe nisur në familje. Po, kishe nisur. Vjera, pra nëna e djalit, nuk të donte vetëm thjesht fakti që ti vije nga një martesë që kishte përfunduar jo mirë dhe ishe nëna e një vajze. A mundet do të ti të flisje me vjerën tënde? Jo, nuk flisje do të me të, sa jo vetëm... Po si, ti jetoje me të në një shtëpi? Jo, vetëm me të nuk flisje do të. Nuk ishe fare komunikim me të? Jo, fare, vetëm të shepysja një që qatë të bëj sot për drek ose për dark, qatë të afshi këtu, të afshi atje kaqë. Më shumë nuk bënje do debate me të, sa jo ishte të gënjente kollaj për ditë. Ajo nuk të donte si nuse në atë shtëpi? Jo, nuk më donte fare. Por me partnerin tëndë, nuk fole... I pa të thënë disa erë, mamaja jote, thashu nuk më do fare si nuse, thashu, në zgjidhe mblithë, o të rish me familjen ose me mua. Unë nuk ndajmë nga prindrit, thash, shumë mirë, thash unë, zdo të ndajsh nga prindrit, ndajmë i të dy, thash, s'ka problem. Jo, thash, ti s'ke për të ndarë, thash, do durosh, thash, deri në farë vendi, thash, dhe ti. Thash, do duroj, thash, po qatë të duroj dhe unë, thash, edhe unë kam shpirë, thash, mësisht s'ka lindë në aty, thash, ka lindë e mua. Nesër, thash, do vesh të doktori me mami, thash, dhe ndalemi këtu. Në momentin që ti mbetesh shtatzën dhe komunikove në familje, partnerit, nënës së tij që jam shtatzën, do bëhem nën, ajo me njëherë i tha të birit që... Nuk e ka me ty. Nuk e ka me ty. Ti kërkove që të shkonit të doktori. Po. Po? Dhe çfarë ndodhi? Vajtëm të doktori pastaj, i tha doktori është 2 javë shtazani nusja, tha. Po me ka e ka, tha kjo. Si, pyeti doktorin me ka e ka? Po. Normale kjo gjë, tani doktori... I tha doktori, tha tash i besa vetë, tha ti 2 javë, tha kur e ke marrë nusën, thash unë ka marrë nusën më 5 gusht, tash. Por pse, vjera juaj, nderin tuaj, po e merte në përgoj me doktorin, po bëni llogaritë se sa javë ishe ti dhe kur kishe mbritur ti në atë shtëpi? Po, pra, kështu i bëjra saj për ashtu. Po mirë, burri juaj si reagoj, partneri juaj? Nuk ndodhëshe në shtëpi për momentin, ndodhëshe në Maqedoni. Mori pasaj të biri në telefon të voglin fare, i tha, o biri mama, sa mos ke merak, tha se djali është i mirit, tha, fëmija që ka Irselda në bark është i mirit, se Erion Leka e qojnë të jatin e djalit. Pra, vjera e besoj kur mjeku
I tha që është 2 javshe dhe po. ti kishe 1 muaj që kishe mbritur në atë shtëpi dhe logikisht kishe mbetur shtatzër me partnerin tënd. Po? Aty i tha e ka me vlajnë, ta tha mos kini me rakan dhe këte. Pasaj se që zishe, thoshe nuk e ke me djalin tim. Saj që bënd të konflikte, ose të ashtu diçka tjetër, do thoshe që nuk e ke me djalin tim. A i vinte saj që vinte nga Macedonia, se nga Greqia i pirë, pinte akoma më shumë, si thoshte ajo më thoshte ma nuk është djali im, më shumë rinja tek prindit, se sa rinja tek burri. I dhashe një shansë të dytë, nuk e ashtu tashi. Por, qëfar ndodhi më pas? Erdi një jetë fëmija, qëfar ndodhi në familjen e burrit të dytë? Fëmija ka ardhur para kohë në jetë. Se e ke lindur në muajin e 7? Po, e kam lindur në muajin e 7 fëmijë, nuk e kam lindur në të nëntin. Po? Për arsye një zënke si u zura prapë me burët e me vjerët, se erdi nga Greqia, ky kishte marrë lekët, i la 300.000 leka, tha doktori, tha goca, tha nuk e bën dot veta, e bën me operacion, tha. Ky i la lekët e jemës vetëm për operacionin, të tirat tha do i mbaj për vete. Ja mora, thashun, me që do dalë shande nga shokët, thash, do mash vetëm 15.000 leka, thashun, për të pirë, thash, më shumë nuk t'jap do, thash. Se duen. E qartë, dhe është normale. Shumë mirë, tha, kjo tha, merë e mbaj dhe kuletën, e mora, e mbaj ta unë. Të dërzoj kuletën? Po, ma dërzovi. Pas ta i thote, pse jam ban t'i djalit tim lekët, ajo është djali im, ti s'ke punë, kush je ti, erdhe që nga ananës, t'jam bash lekët djalit tim. Mirë, thash, mere kuletën e dërzova, ajo dëgjovi se erdi që nga dyqani, tha, ma tha qa keni ju të dyja, thash unë për punën e lekëve, thash unë po e bën këta, thash mama e jote. Na, ja ku i ke dhe ti lekët, të gjitha ja dërzova, filloj konflikti, ikëm për të rangjumë, aty filloj më shumë uzumë, më plasën ujrat për pastaj më mbrapa, i thash, ngreja, thash se nuk jam Terezi, mirë, thash, shkoj thoj mami, tha, se do vi, tha dhe unë. Vete poshtë, sa i thema sa e thot ma, ti nuk e keme djalin tim, linde bëj si të duash, ndash vdisni të dy, ndash jetoni që të dy, nuk më intereson farë se si do beni. Të mërshme. Vete ora 1 i natës, i them këti, thash unë qo, thash se ujrat plasën, thash, po tash nuk e dim që do bëj, thash unë, në do oraj fëmija, ose unë do vdes njëri nga ne të dyve. Hipim në makinet, në rritë të librazhit, ishte një rrugë kryq, i kam thënë shoferit e mbajti shoferi, kam ikur 500 metra largë makinas, kam lindur djalin, ishin vetëm 4 gurë. Si, e linde djalin në rrugë? Po. E kam lindur në rrugë djalin, ishte jema, ishte vetë, i jati, ishte dhe e motra. Kur kam dëgju djalin që po qante, aty më kam nëmbër ndjenjat mua. I këshin marrë, i këshin prerë djalit kërthizën me thik me ndryshk, që këshin gjetur të makina. Të mërshme. Më hypin në makinat, më qojnë të librazhdi, thot, ata spital nuk e mbajmë do të se ka humbur shumë hemoragji nusja, tha dhe djali. Sa më hypin në ambulancët të Elbasanit, pa aty më sjellin djalin pranë, shikoj djalin ishte flokëzi. Sa dëgjova djalin që qavi, e mori infermiera, i mbylla sytunë, në kështë pushu zërma të dyve. Dhe mu dhe djalit. Vem tek spitali pastaj në Elbasan, më përmendin ata të Elbasanit, më thonë, më tha vjera juaj, tha që do t'i bëja dënën, thash. Jam dakord, thash të... Ajo vazhdon të akoma kërkon të adënën dhe përpos gjithë sa ngjarje që ti u detyrove të lindje në mes të rrugës se të çuan me vonesë në spital dhe mbi të gjitha kishe humbur hemoragji dhe jeta juaj por vendosesh në rrezik, ajo vazhdonte ende të kërkonte në spital adënën e djalit. Po, thash unë ta e thonë firmën, le të edhe dhe ashtu thash bëja një adënën, thash, unë leka nuk kam të paguaj, thash, se si kam gjendi, thash, ata po patën le ta bëjnë, thash, unë po e firmën këtu. Mirë, tha doktori, gjithë se si tha do të shikojmë, tha, po ka mundësi tha të shikojmë ty tani, tha, se nuk kemi nevoj, tha, për adënën, tha. Se për derisa ti thuaj që mere bëjnë adënën e djalit, tha, je e sigur, tha, që është i tje. Unë jam 100% e sigur, thash, nuk është puna, thash, se po t'ishte i tjetri, thash, do dilte tjetri për Zot, nuk do dilte ky person. Se çdo baba, thash, i del ti e vlatit për Zot, i nuk mbeti ti dali ky tjetër. Por, falë Zotit,
Ju mbërritët në spital, së bashku me djalin, mjekimet që ju bën, ju e morët veten dhe u përmisuat nga shëndeti, si ju edhe djali. Po, të dy. Por, qëfar ndodhi më pas? I tha doktoresha, e spitalit, tha, Erion Leka, tha, nusja sot do dalin nga spitali. Qarë të dojle të bëj, tha, nuk më intereson fare, tha, të dyle të vdesin, tha, nuk më intereson më fare. Të braktisi në spital? Po, më la në spitali. Së bashku me djalin? Po, të dyve. Nuk erdi vetëm mami, vllai dhe nuse vllajt më kanë zënë nga spitali dhe që atë ditë që linda unë nuk është paraqituar më si person për djalin e vet. Ti dole nga spitali dhe u riktheve në familjen tënde së bashku me djalin? Po, aty. Dhe ai nuk është interesuar asnjëherë për djalin? Është interesuar, më thotë të dërgoj leka, thash, nuk i dua lekët fare, thash, por kur ti si e pranë, e vlati tënë, thash, të arritësh, ti japësh dashurin e babajt, nuk më duhen lekët, thash. E dashur Erselda, sa muaj është djali? 1 vit e 7 muaj. Është 1 vit e 7 muaj, u bëftë dhe 100 vjeç. Është falenderoj. Por në momentin që ti solle në jetë djalin, që erdhi shumë shpejt, lidhja e dytë, ardhja në jetë e djalit, ti ende nuk ishe divorcuar me burrin e parë. Jo, s'isha divorcuar. Dhe automatikisht fëmia që ti solle në jetë u regjistrua në trungun. Nuk është regjistruar akoma. Nuk vajta ta i thënë në emër të tij. Ka marrë për atësi burrin e parë? Po, i bia ati për atësi. Po, se është regjistruar automatikisht në trungun ku ishit ju e martuar në qytetin e Korçës dhe ka për marrë për atësi fëmia emrin e burrit të parë. Po, nuk e kam regjistruar akoma, nuk e kam vënë akoma trungun e tij. Por divorcin e bëre me burrin e parë? Po, e mbarova, divorcin e mbarova me burrin e parë. Ndërkohë, tashmë, çfarë ka ndodhur? Pse nuk e regjistron dot ti djalin? Sepse s'kan kalu 300 ditë akoma. Duhet të kalojnë 300 ditë që të dalë divorcuar që të edhe djalin pastaj. Dhe më pas të bëhet regjistrimi i djalit në trungun tuaj. Ndërkohë, atësin, babai vet është i gatshëm ta njohi? Nuk do. Por përderisa ai ju ka kërkuar që të dërgoj para për djalin, unë e kuptoj që ai kërkon të kujdeset. Kur është i papirë, do. Kur është i pirë, sa i një gotë e ka, pastaj thot nuk është i imi. Më mirë mos e ngatroj fare, le të bëj, le të vazhdoj jetën e vetë, se djalin do e rriz vetë, me aq kushte sa do kem vetë. E dashur Erselda, unë e kuptoj që ti ke një mblef të madh ndaj atij njeriu që të gënjeu, të mashtroi me fjalë të bukura dhe në fund të braktisi me djalin në spital. Por ai është babai atij djali dhe nëse e dëgjon këshillën time, nëse ai kërkon ta njohë atësin, ti do ta lejosh që ti japi atësin? Jo, nuk mundem, jo. Nuk mundem, vetëm këtë gjë nuk e mundem. Nëse ai atë gjë e kërkon dhe i drejtohet gjykatës, nuk vendos ti dot për atësinë e një fëmije, sepse atë fëmijë nuk e ke sjell ti vetëm në jetë. Një fëmijë vjen në jetë nga 2 persona, nga një burrë dhe një grua. Nga nëna dhe babai, dhe ti nuk ja mohon dot atësinë djalit tënd. Shumë nëna bëjnë të pamundrën në përgjykata të njohin atësinë e fëmijës dhe ish partnerët largohen dhe s'duan të japin atësi, ndërsa në rastin tënd është e kundërta. Ai kërkon ta njohë atësinë dhe je ti ajo që e refuzon. E dashur Erselda, je vetëm 25 vjeç dhe shumë halle ke kaluar dhe ke mbi ato shpatullat e tua të brishta. Ti e di shumë mirë që jeta është e vështirë. Sot je me djalin dhe po të mban nëna dhe babai dhe një vajzë e ke në Korçë që nuk mundesh do të arritësh. Patjetër që atësinë do t'ja japësh dhe ai person ka një detyrim ligjor nëse ti i drejtohesh gjykatës që ai do pagojë çdo muaj për atë fëmijë. Unë e di që ti do sakrifikosh, do punosh për fëmijët e tu dhe ta uroj me zemër të i bashkosh të 2 fëmijët, si vajzën edhe djalin, ti rritësh të 2 së bashku, por baballarët përkatës të 2 fëmijëve, nëse ti i merr fëmijët, kanë të drejtën të pagojnë një detyrim ushqimor që gjykata do t'ju vendosi nëse ti i drejtohesh gjykatës dhe e kërkon këtë gjë, sepse e vetme nuk mund t'ja dalësh dot. Një vit e 7 muaj që
Nuk ke më asnjë kontakti Jo, me partnerin të dytë, jo fare. por aman ai të ka telefonuar dhe kërkon që të ndihmoj për djalin. Po. Po pse e ke refuzuar? Nga inati që të braktisi, nga se e bën këtë gjë? Vetëm se mohon që është i birit i asgjësh. Por se bie në kontradikt. Nëse ai kërkon ta njohë dhe ta ndihmoj djalin e vet dhe e mohon djalin e vet, s'ka kuptim kjo gjë. Kështu e ka ai. Herë e do, e pranon si djalin e tij, herë nuk e pranon. Nëse ai është i gatshëm të japi atësinë, të ndihmoj me një detyrim ushqimor çdo muaj, unë besoj që edhe ti je gatshme ta pranosh këtë gjë. Smeralda, Po. aktualisht punoni, Jo, jam e papunë. po kush kujdeset për ty dhe për djalin tënd sot? Prindrit. Por si mendon ti, gjithë jetën prindrit do kujdesen për ty dhe për djalin tënd? Ati ku jam unë s'ka ku të dalë të punoj unë. Prandaj që ata do kujdesen. Ka dyshim që ata të kanë vajzë dhe nuk do të lënë në rrugë. Do të ndihmojnë si ty dhe djalin tënd. Por kur ti ndodhesh në tilla kushte, refuzon edhe babain për parat që ai do të dërgoj, ma nuk më duket e drejtë, Esmeralda. Në këtë rast, harroje veten tënde, harroje dashurinë tënde, harroje që ai person të lëndoj. Në këtë rast ti duhet të mendosh për djalin tënd. Ai është i pafajshëm. Mos mendo veten tënde, dhimbjen tënde, plagën tënde në zemër, që ai të gënjellë dhe të mashtrojë me fjalë të bukura, me fjalë të ëmbla, me fjalë dashurie. Dhe sot mund të jetë me një grua tjetër. Në këtë rast, ti duhet të mendosh vetëm për djalin tënd. Kush është më e mira e djalit tënd? Po, sa për atë po priq. Unë jam e sigurt që ditën e sotme ai mund të na ndjeki. Edhe nëse nuk është duke na ndjekur, jam e sigurt që do e njoftojnë se ti e bëre publik emrin e tij. Po. Nëse ai do reagoj dhe kërkon një ndërmjetësim gjithnjë për djalin, jo për ju të dy. Jo. Interesi më i lartë në gjithë histori është djali i vogël, i pafajshëm, i e gatshme, ndoshta me ndihmën edhe të juristes tonë, Nexhi Beshiri. Po, e pranoj. Kërkon ditën e sotme nga ky transmetim ti përcjellësh një mesazh atij burri që të lëndoi dhe vazhdon të vuash për të. Jo, thjesht të regjistroj djalin asgjë më shumë për atë tjetër. Kaq. Por nëse ai do regjistroj djalin, do njohë atësinë, logjikisht. Le ta njofi. S'kam pse të shtypim gjikundi. Le ta njofi dhe atësinë çfarë të dalë të bëj. E dashur Eriselda, Po. çfarë ke menduar? Je e re dhe unë ta uroj me zemër, sinqerisht, unë jam nën vet, edhe unë nën e 2 fëmijëve jam, edhe unë kam një djalë dhe një vajzë, dhe ta uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me vajzën. E ke menduar që në të ardhmen vajzën dhe djalin t'i bashkosh bashk? Po, e kam menduar shumë herë mendoj. Vajza e njeh vllajën e vet? Po, e njeh. E shikon për natën në telefon. Kur flisni nëpërmjet kamrës. I thërrej tajt e motra, shpirti motrës, lot, bën. Kur është në gjumë, thot ma zgjoj të shuni nga gjumi ta shikoj. E zgjoj nga gjumi, unë ati përshë gjumi, oj mami a i vetëm ditë të qaj e bën. Po mirë dhe mu, se ti s'ke qarë ku ke qenë e vogël që janë a i tani. Janë takuar bashk? Jo, se shtakuar asnjëherë, se ka takuar. Një vit e 7 muaj që është djali, nuk e mundur dot të takosh vajzën? Jo, kur e kam pas gocën, nuk kam që 7 zanë. E dashur Eriselda, sa kohë u bë që se ke takuar vajzën tënde? 2 vjet, vajti. Por pse nuk e ke bërë një takim me të vllajën? E pata në plan për ta takuar, mos së mor djali ditën tjetër e çova në spitalet dhe nuk kam mundësi që vetë ta takoj gocën. Unë e di që kushtet tua nuk janë fort të mira dhe uroj dhe shpresoj që ditën e sotme kushdo që na ndjek dhe shprekur nga kjo histori të ndihmoj, e dashur Eriselda, nuk të kam paragjykuar dhe pse të bëra shumë pyetje dhe ngrita zërin gjatë intervistës, por gjithçka
për të dhënë këshilla të vlefshme për ty dhe kërkoj më të mirën për ty. Dua që ta mbyllim bashkë intervistën me një mesazh që ti drejtohesh gjithë institucioneve të qytetit të Pogradecit si një nën e vetme, tashmë me 2 fëmijë që vajzën nga martesa e parë nuk mundesh do të arritësh për shkak të ekonomisë dhe ja ke lënë babait dhe ke ngelur e vetme me djalin nga martesa e dytë që ende nuk e ke regjistruar. Kush është mesazhi juaj, e dashur Riselda? Ju bëj thirrje të gjithave institucioneve të më ndihmoj që ti bashkoj fëmijët sa më shpejt dhe të regjistroj djalin. Dhe ta uroj me zemër këtë gjë. Gjithashtu Rosh, faleminderit ajo për ndihmën. Dhe ne do bëjmë përpjekjet tona për të ndihmuar në regjistrimin e djalit. Rosh, shumë faleminderit. Falenderoj dhe unë Riselda që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe me historinë e kësaj 25 vjeçare nga Pogradeci dashur miq, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do kalojmë në reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish bashkë live të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të sjell 4 histori, 4 pasaporta televizive, do të flasim për 4 njerëz të humbur fatkeqësisht shqiptar që janë larguar nga banesa e tyre dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për ta, ndaj kanë bërë dhe denoncimin në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Do e nis me historinë e Gëzim Kicës, një njerëz nga Berati i cili u zhduk dhe telefoni i tij rezultoi i mbyllur për familjen që prej datës 10 mars të vitit 2008. Jeni duke parë pasaportën e Gëzim Kicës, 38 vjeçari nga Morava e Beratit, i cili rezultoni humbur për familjen e tij përpara 16 viteve dhe dua të theksoj kohën kur ai humbi kontaktin me familjen ka qenë vetëm 22 vjeç. Por kush është historia e Gëzim Kicës? Njihuni me materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Është ky 38 vjeçari nga Berati, Gëzim Kica, i cili rezultoni humbur që prej datës 10 mars të vitit 2008. I riu nga Berati la shërbimin ushtarak një muaj pasi e dërguar në Vlorë dhe më pas njoftoi familjen se ndodhej në shtetin grek. Në tokën Helene kishte emigruar që kur ishte ende një 22 vjeçar bashkë me të vëllan, ndërsa punonin në sektorin e ndërtimit. 9 muaj më pas, Gëzimi njofton të vëllain se do të largoj për të bërë guidën e grupeve të refugjatëve të tjerë. Ky i fundit qëndron në Greqi, ndërsa Gëzimi kthehet drejt Shqipërisë. Në këtë kohë, 38 vjeçari komunikon në telefon me të vëllan, duke i kërkuar para për pasaportën. Olti i dërgoi 100 euro të kërkuara në bankë. Gëzimi kishte filluar të merrej me trafik klandestinësh, për të cilët qendra ishte Janina dhe më pas shpërndarja në përfshatrat përreth. Në këtë kohë, 38 vjeçari pikasin nga policia dhe bën 45 ditë burg në Prevez. Pasi doli nga burgu me detyrim paraqitje, ai kthehet në Berat në qytetin e tij të lindjes. Për të gjitha lëvizjet e tij, personit të cilët ai tregonte gjithçka ishte Kunati, Taulanti. Në telefonatën e fundit, bërë më 10 mars të vitit 2008, Gëzimi pohon këtij të fundit se po shoqëronte një grup prej 100 refugjatësh që nga ky moment nis kalvari gjatë i kërkimeve për gjurmët e 38 vjeçarit që sot rezulton i humbur. Kjo është historia e Gëzim Kicës dashur miq, i riu nga Berati i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Greqia, u bë thirrje gjithë shqiptarëve ata që mund ta njohin Gëzim Kicën, e kanë takuar diku, kanë informacion, mos të hezitojnë, qoftë dhe anonim të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi ai rezultoni humbur për familjen e tij që prej vitit 2008 dhe kanë kaluar plot 16 vite. Kushdo që ka informacion, mos të hezitojë, anonim me 2 numrat që ndodhen poshtë ekranit tuaj të dashur miq, i numër celular dhe i numër fiks, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga historia e Gëzim Kicës, dua të prezantoj në këto momente një tjetër histori. Nga Berati do të zhvendosemi në Kuks, do të jemi në kërkim të Recep Kaloshit, një 28 vjeçar i cili dhe ai ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Maqedonia e Veriut. I riu i asaj kohe, 23 vjeçari Recep Kaloshi la në shtëpi djalin e tij të vogël së bashku me bashortën dhe u nis drejt Tetovës, drejt Maqedonisë së Veriut për të punuar. Fatkeqësisht kontaktet kanë qenë të rregullta fillimisht, por më vonë telefoni i tij rezultoi fikur dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij. Kanë kaluar shumë vite dhe nëse është shëndoshë mirë, Recep Kaloshi sot i bie të jetë plotë 48 vjeç. Por për më shumë detaje, njihuni me historinë e Recep Kaloshit nga Kuksi dhe rikthehemi në studio.
La një vajzë 1 vjeçe dhe u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Muaj që humbi kontaktet, dërgoi fjalë përmes një shoku të tij se do të kthehej në Shqipëri bashkë me pronarin Maqedonas, por Rexhepi nuk u bë më i gjallë për vite me radhë. Një 24 vjeçar në atë kohë, Kuksiani Recep Kaloshi u nis drejt Maqedonisë bashkë me 2 shokët e tij, Murat dhe Lebib Lukovin. Ishte viti 1998 kur vendosën të largoheshin nga kufiri legalisht, sikundër kishin bërë edhe herë të tjera. Deri në pikën kufitare shkuan me makinë. Rexhepi punonte në Maqedoninë e Veriut si marangoz kur një nga shokët e tij u kthye në fund të vitit 1998 dhe me porosi të vetë Rexhepit, solli në familjen e këtij të fundit disa dhurata. Madje ai kishte komunikuar se në janar do të kthehej në Shqipëri së bashku me pronarin Maqedonas, pikërisht në janar të vitit 1999, në muajin kur ai u zhduk. Pasi janë pyetur nga familjarët, 2 bashkëudhëtarët, shok të tij, mësohet të kenë thënë se kanë bërritur bashkë deri në Tetov dhe më pas janë ndarë nga njëri tjetri. Sipas të njëjtave dëshmi në janar të vitit 1999, Rexhepi është parë në vendi ku punonte si marangoz. Kunati, babai dhe një kushëri i Rexhepit, u nisën drejt Maqedonisë së Veriut për të komunikuar me vetë pronarin Maqedonas, por ai u tha se po në janar të vitit 1999, Rexhepi kishte marrë parat dhe çdo gjë tjetër duke u larguar. Djali i dytë nga 7 fëmijët e familjes Kaloshi rezulton i humbur që prej 24 vitesh, vite gjatë të cilave, me humbjen e tij ka humbur nga kjo jetë edhe babain. Pjesa e mbetur e familjes janë shpërngulur në Tiranë që prej vitit 2006, djali i hedhur i familjes Kaloshi mungon ende sot me një shenjë dalluese, një të çarë në anën e djathtë të fytyrës. Ai ka një ngjashmëri të madhe me një nga vëllezërit, Shabani, i cili e kërkon në studion e emisionit Pa Gjurmë. Nëna vua mungesën e djalit me një breng në shpirt, nga e cila nuk ngriti më kokë. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij Recep Kaloshi, dashurmiq, u bë thirrje gjithë shqiptarëve në Tetov, kam nevojë për ndihmën e shqiptarëve në Tetov, ata që mund ta kenë njohur Recep Kaloshin, të riun nga Kuksi, që fatkeqësisht rezultoni humbur tashmë për familjen e tij, janë të lutur të gjithë na ndihmojnë me informacione, pasi familja ende është në kërkim, ka bërë një denoncim në policinë e Kuksit, në policinë e Tetovës, por fatkeqësisht ende nuk është gjetur një gjurmë për Recep Kaloshin. Mirë, urojmë dhe shpresojmë që të marrim lajme të mira për Recep Kaloshin ditën e sotme. Do të shkëputemi sërish të dashurmiq për të ndjekur një klip, do të prezantoj një suplement ushqimor i cili është i destinuar për gjithë popullatën e rritur mashkullore, quhet Prostatol dhe ndihmon në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njihuni me Prostatoli dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live dhe në këtë moment dashurmiq do prezantoj historinë e një të mituri, një 13 vjeçari me emrin Aleksandr Nikolli, i cili është zhdukur në Tiranë në vitin 1998 dhe konkretisht në datën 20 shtator. Ky është Aleksandr Nikolli, 13 vjeçari asaj kohe, nga Mirdita, familja e tij, por ishin zhvendosur prej disa vitesh në kryeqytet në Tiranë. Aleksandri del një mbasdite nga shtëpia e tij dhe nuk kthehet më. Nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij dhe pse ka kaluar shumë vite, plot 26 vite, dhe nëse ai është shëndoshë mirë, ndodhet diku i bie të jetë plot 39 vjeç. Nëna e tij e ka bërë denoncimin në studion e emisionit Pa Gjurmë, ka treguar detajet, informacione që kanë mbritur në familjen e saj, por fatkeqësisht deri më sot ajo ende nuk di një vendodhje apo të mësoj të vërtetën çfarë ndodhi me djalin e saj mbrëmjen e 20 shtatorit të vitit 1998. Kush është historia e Aleksandr Nikollit? Njihuni me materialin dhe rikthehemi. Djali i madh i familjes Nikolli, Aleksandri, rezultoni i humbur që prej vitit 1998. Aleksandr Nikolli, në moshën 12 vjeçare, u zhduk në rrethana misterioze 20 shtatorin e vitit 1998. Nëna e tij, Pashkë Nikolli, pas 26 vitesh, është në kërkim të tij. Mëngjes në 20 shtatorit, Aleksandri doli nga shtëpia si gjithmonë për të luajtur me bashkëmoshatarët e tij në zonën e Linzës, në kryeqytet. Largimi i tij nga shtëpia atë mëngjes shtatori dhe përshëndetja me familjen e tij do të ishte takimi i fundit me ta. 12 vjeçaria së kohe, atë mbrëmje, nuk u kthye në shtëpi dhe prindërit e mirakosur filluan ta kërkonin. Fillimisht nisën kërkimet e këta afërmit e tyre, fqinjët dhe përreth zonës së Linzës, por asnjë gjurmë për 12 vjeçarit. Vitet kaluan dhe djali i familjes nuk u bë më i gjallë. Familjarët kanë mësuar vetëm që mund të kenë emigruar në shtetin fqinj, në Greqi, por nuk e kanë verifikuar si informacion.
nëna e tij Pashke Nikolli e kujton të birin me mall, një djalë të dashur, punëtor dhe shumë i dhënë pas familjes, edhe pse ishte vetëm në klasën e 6 asaj kohe. Aleksandri mundoi të ndihmonte prindrit, marri sa mundej. Ende pas 26 vitesh, familja nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e 12 vjeçarit asaj kohe. Historia e këtij të mituri me emrin Aleksandr Nikolli, një histori e vështirë dhe për ne gazetarët, ndaj ditën e sotme ne risjellim sërish në fokus për çdo që mund të di diçka, çfarë ndodhi me fatin e tij mbrëmjen e konkretisht 20 shtatorit të vitit 1998 në kryeqytet, që ndoshta dikush mund të na ndihmojë, qoftë anonim, për të na ndezur një dritë jeshile, dhe pse policia asaj kohe bëri shumë kërkime për 13 vjeçarin që u zhduk në mes të kryeqytetit, por fatkeqësisht nuk zbuloi asgjë, dhe pse u dyshua se ndoshta ai mund të ishte larguar drejt shtetit italian me persona të cilët e morën për ta shfrytzuar për lypje në këtë shtet, e vërteta nuk është zbuluar deri më sot. Ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër, pasi pa gjurmë vjen çdo ditë nga Hana të Premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.